Faleminderit. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. E si mund të dali këtu një bukurosh si ky që sapo foli, e të na flasi për administratën. E ti je i fundit që mund të dalësh e të flasësh për administratën. Ti je i fundit që mund të dalësh këtu e të flasësh për infrastrukturën. Ti je i fundit që mund të dalësh këtu e të flasësh për korrupsionin. Më dëgjoj bukurosh, më dëgjoj se do të rifreskoj pak memorien ty e gjithë kolegëve tuaj. Ti, përveç se je dhe vjen nga një fis i bukur, ti vjen dhe nga një familje hajdutësh. Ta tregoj unë, po prit. Hajdutësh të rrugëve madje, ndaj vjen këtu qiresh e bërtet, sepse kujton se të gjithë si ty, ashtu bëjmë edhe ne. Me qënë se parlament kanë ardhur shumë deputet të rinj, më shtyti kurioziteti që të googulloja, të hulumtoja, që ta di me kë kolegë kemi të bëjmë. E një prej tyre ja kum del. Në 2007, sapo u sistemuat në këto karrige të mazhorancës, të uritur për pushtet e për lek, yt atë i pari, bashkë me tezën tënde, se vjen dhe na flet këtu për familjarët, të flasim dhe ne, se ata konë që të përgjigjemi. Bashkë me tezën tuaj Blegina Agolli, hapin një shoqëri që kishte një fat të ndritur, të mirte të gjithë fondet e qeverisë. Edhe pse? Sepse ishte sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Kulturës, Sportit dhe Rinisë. Të gjitha fondet i qeverisë i kaloni këtu. Mori rrugët nga jugu në veri, nga këtu Tirana në qendër, e filloi me mbikalimin e Tiranës, e për të filluar me aksin Leva në Vlorë, e pastaj me më të bukurin aks Fratar të Pelenj që nuk e bëri kur, dhe në fund fare me Tecin e Vlorës. Kjo s'mund të zgjaste shumë, kohë, se në 2014 duheshit gjithë popullsia e vlerësoj se kush ishit ju, edhe duhet që ti lironit ato karrige. Dhe bashkë me karrige tuaja iku edhe shoqëria, shoqata që kishte krijuar tezja e Klevisit me austriakët. Emri ishte shumë i bukur, më falë se harrova ta thoja. Alpin Bau nga ballit e këtit, edhe Alpin, po prit mos e ta tregoj unë historinë, dhe Alpin nga austriakët që tezja e Klevisit bashkë, dhe madje tezja e Klevisit edhe kunata e Fariut, gjeti një dy austriak andej nga rruga, i mori edhe krijoi këtë. Në 2014 u mbyll se falimentoi, patjetër se bashkë me karriget e asaj kohe do ikte edhe tezja, se s'kishte më ça merrte, ja jepte Fariu, iku dhe tezja. Kjo ishte administrata e tezës së Klevisit dhe kunatës së dashur të Farihut. Por, kur erdhëm ne në pushtet, situata ndryshoi. Dhe ka ndryshuar, pasi sot administrata ofron 95% të shërbimeve